Mirëdita të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë komunikim të radhës nga Shtëpia e Futbollit. Jemi këtu sot me dy futbollistë kombëtarës, me Adrian Parazitin dhe Erlinda Jetit, të cilët do të jenë para medias për i përgjigjur interesit të gazetarëve, si gjithmonë konferencat zyrtare apo edhe ato zakonshme të kombëtarës mund të ndiqni kanalin e Federatës Shqiptare të Futbollit në YouTube. Do ta nisim si fillim me pyetje për Parazitin dhe më tej do të vazhdojmë me Ajetin. Erlind. Përshëndetje, Erlind të televizioni Klan. Adrian, sa gati je për të marrë pjesë kombëtare, pavarësisht dëshirës për të qenë pjesë e ekipit parë? Besoj që jam shumë gati, se jam në formë të mirë. Tashmë këto muaj të kalume, kam pas një para sezon shumë të mirë me Fulhamin, kam luajtur ndeshje, kam shënuar gol dhe tash jam shkuar në Huazim, Kroaci. Kam luajtur çdo ndeshje, jam në formë të mirë, ndina mirë fizikisht dhe kam vetë besim shumë në cilësitë mia dhe besoj që po të më japet shansa jam gati. Dhe ku e sheh veten, paktën kujt do t'i zësh vendin? Se di, jam mesfushor ofansiv, besoj, po kam luajtur edhe si 6 edhe si 8, 10, mesfushor kam qef me luajtur. Ku të sheh trajneri e din për ma mirë, ku të sheh trajneri që muna me bë impact, aty do luaj. Paraziti Kristi Atlari, Panorama Sport. Ku ishit kur e morët veshët o grumbullohesht në kombëtaren? Si reaguat dhe me kë folët në ato momente? Direkt me mamin, me tregu drejt, direkt me mamin, tani me babin, pastaj kemi qenë gjithë shumë të lumtur, familja edhe gjithë me migjallar, me daj, me gjithë kanë qenë shumë të lumtur, më kanë thirrë gjithë, kam qenë shumë krenar në atë moment. Mendon se ai 2 golësh me Zvicrën, ajo përmbysje vulosi dhe thirrjen tënde në ekipin e parë kombëtar? Se di, do të më pyet trajnerin për ato, besoj që ka qenë ndeshje shumë e mirë, jo vetëm unë, po gjithë lejtarët dhe po, kur të shënon 2 golla është gjithë edhe në moment i mirë dhe besoj që edhe ajo ndeshje, po edhe formën që jam të kalu të klubi dhe këto vite fundit me Nistenishat, besoj që e ka vullos. Kemi dëgjuar trajnerin Mbushi shpeshherë që flet për ju për një demollar i ri. Jeni bërë kurios, keni para ato videot e Sulejman Demollarit, si është duket? Po e kam shikuar pak në YouTube, se di, unë jam lejtari, unë jam Pajaziti, nuk jam Demollari, po është legjend i Shqipërisë, e di atë sen dhe një e mirë kur më dëgjoj kësi komplimente si ai, po besoj që do provoj më bë dhe unë legjend si ai. Për ta mbyllur, keni një model lojtari që ju ndiqni qoftë në arenën ndërkombëtare, por qoftë edhe te kombëtarja shqiptare? Në kombëtarja shqiptare? Po, kombëtare këtu besoj më pëlqen shumë si luan Aslani, Bajrami, që janë lojtarë teknikisht të mirë mesfushor si unë, besoj që mundu më kombinu mirë dhe edhe ata janë 3 me moshë si korone dhe kanë pas sukses shumë dhe i idolizoj, si me thonë. Jashtë kombëtares, gjithë me tregu drejtë kam shiku Modricin, prej si kam qenë i vogël, mesfushor, si korone 8-10, me cilësi të mira, më ka pëlqyer gjithë. Drion, përshëndetje, Enrico Gaba, Euronews Albania. Së pari urime dhe pyetja ime është lidhje me atë hendekun, që le të themi atë diferencën që është mes U21 dhe mes kombëtares, sa mendon se do të jetë e lehtë për të kaluar, duke parë që kemi dhe një grup lojtar me shumë eksperiencë, por dhe të rinj që janë implementuar më njëherë dhe kanë kuptuar idetë e trajnerit Silvinho. Faleminderit. Besoj nuk do jetë e lehtë, po besoj që si thash më herët jam gati, kam cilësitë vetbesim, këta çuna të më kanë prej ditës parë sot dhe dje më kanë ndihmoni rahat, po më flasin dhe tash po minzi s'po pres me ja fillu stërvitjes dhe me shiku si po më kalon këtu. Edi Ajdini, RTS Sport. Adrian, çfarë synon të arish me kombëtaren shqiptare? Si them fal? Çfarë synon, çfarë objektivi ke të arish me kombëtaren shqiptare? Kështu unë dua tash çdo herë me kallëzu veten dhe me më thirr prap, jo vetëm një herë, me më thirr prap, me qenë lejtari kombëtarës, avash më bë standard dhe
se në longë tag, s'po di si më thonë shqip, për më kualifiku për botror. Për këto dy ndeshjet e radhës, e shikon e ndjen veten që je gati për të qenë pjesë edhe qoftë disa minutave në fushë. Po, jam gati për çdo moment trajnerit vendos për me më fut ose më startu, besoj që jam gati, si thash, më herë ndina mirë fizikisht, jam formë të mirë dhe ja kam konfidencë dhe vetë besim shumë në cilësi të mia. Suksese. Faleminderit. Nuk kam më pyetje për Pajazitin. Kalojmë te pyetjet për Ajetin, Visi. Arlind, përshëndetje, Elvis Regja, Super Sport. Si është gjendja e ekipit, si e ke parë në këtë ditë të parë dhe çfarë synojmë në këto dy ndeshje, duke patur parasysh që Çekia na sjell dhe fat? Është akoma herët për me thonë ndaj gjë për ekipin, sepse nuk kanë arritur akoma gjithë, po e di kualitetin e lojtarëve, e di kualitetin e ekipit dhe unë besoj që mund t'ja dalim kundër çdo kujt, por nuk do jetë e lehtë. E dim cilësitë e kundërshtarit, e dim cilësitë e Çekisë që kemi luajtur 2 herë kundër. Dhe Gjergjia ma dihet me kualitet shumë të lartë çdo lojtar dhe futboll shumë të shpejt. Ta shohim se dalin këto dy ndeshje, po kam shumë besim. Neve luajm përsëri në transfert, luajm përsëri në të njëjtin stadium, po Çekia nuk është Ukraina. Ndryshon si skuadër, sigurisht është edhe faktori fushë, luajm fushë tyre. Sigurisht që ata kanë edhe atë mendimin se si neve I mundëm këtu në Tiranë, kështu që ndoshta është herët që keni për të filluar për të bërë analizën e skuadrës kundërshtare, Çekis, po besoj se në mendimin tuaj e keni bërë një lloj analize si lojtar. Po, analiza nuk kemi bërë akoma, se siç thash më herët, nuk kanë arritur akoma gjithë lojtarët, po unë besoj me stafin dhe trenerat që I kemi, do përgatitëm në mënyrë më të mirë për ndeshjen me Çekin. Nuk do jetë lehtë, luajm në vendin e tyre, po siç thash kam besim dhe shpresojmë të marrim këto 3 pikë. Alind, pas atyre 3 ndeshjeve në Europian, Itali, Kroaci, Spanjë, si të duket tani një përballje në Superligën turke? Më duket mirë Superliga turke, por nuk krahasohet me ndeshjet në Europian apo me ndeshjet në kombëtare, sepse ndeshjet në kombëtare janë gjithmonë lidhur me shumë emocione dhe ato në Europian janë edhe më të veçanta. Ti ke një rrugëtim pothuajse 10 vjeçar në ekipin kombëtar, përfshi këtu edhe 2 europiane të luajtur në fushë. Mendon se ky është maksimumi jot që mund të merrje nga gjithë kjo rrugëtim, apo mendon që mund të bëhet diçka ndryshe në komplet këtë rrugëtim? Rrugëtimin me kombëtare vetëm apo? Nuk di çfarë të them, unë besoj që shumë herë dhe s'kam qenë pjesë e kombëtare sepse kam pas lëndime apo zgjedhja e klubit nuk ka qenë e mirë, po sa herë që kam ardhur për të luajtur me zemër, me shpirt për fanellën dhe a kisha mujt me bë më shumë, ndoshta po, se gjithmonë ka hapësirë të lartë, po jam I kënaqur deri këtu dhe shpresojmë që të kemi edhe më shumë sukses. A është vendimtare ndeshja me Çekin për të ndarë dhe se kur Shqipëria do fokusohet për të ngjitur një ligë më lart apo për të qëndruar në këtë ligë dhe për të mos rrezikuar rënien në një ligë më poshtë? Besoj që çdo ndeshje do jetë vendimtare. Si kjo me Çekin, si tjetra me Gjergjim, ne të shikojmë ndeshjen e parë me Çekin, të mundohemi me marrë një rezultat mirë dhe pastaj vazhdojmë me Gjergjim. Alind, së pari sukses edhe pyetja ime është sa e vështirë do të jetë, në fakt nuk është se kemi pasur shumë fat kur vjen puna tek dëmtimet, herë ju këtë radhë gjimshiti sa e vështirë do të jetë për kombëtarin shqiptar dhe le të themi cili do të ishte zgjidhja për sa I përket repartit defensiv në këto 2 ndeshje, edhe pse kjo natyrisht vendoset nga trajneri. Vërtet gjimshiti do jetë një mungesë e madhe për ne. Si lojtar dhe si person, sepse gjithmonë
ka fjalë të mira për lojtar dhe për të rit. Për formacion nuk mund të them asgjë se aty e vendos trajneri, ne gjithë do jem gati dhe shpresoj me fitore, në fund kush të lunë vetëm të fiton Shqipëria. Alin, sa i ka shërbyer ato 3 ndeshjet e kampionatit evropian kombëtare së Shqipërisë për të rritur në të paktën në këtë fazë, në këtë përballjen e parë që kemi? Si edhe herë pyetja, fal. Sa i kanë shërbyer 3 ndeshjet e kampionatit evropian Shqipërisë për këto përballje që kemi tashmë? Besoj që ka një impakt të madh dhe në çdo lojtar, sepse është një eksperiencë që ndrojnë lojtarët futbollit me pas një herë, dhe ne kemi qenë me fat të marrim pjesë në Europian dhe kemi bë paraqitje të mira. Tash këto ndeshje janë në Nations League, janë më ndryshe, nuk janë si në Europian, me emocione, me gjitha gjëra, po shpresoj me këtë eksperiencë që kemi marrë në Europian do na ndihmojë edhe në këto ndeshje. Po dhe pyetja fundit në lidhje dhe me përvojën tuaj personale si një futbollist tashmë veteran i kombëtarës. Çfarë duhet të bëjë Shqipëria për të fituar këtë ndeshje? Çfarë mund të bëj? Çfarë duhet të bëj? A çfarë duhet të bëj? Unë besoj që cilësitë i kemi për dalur si fitues në këto dy ndeshje. Ne duhet të dhajmë maksimumin me cilësitë tona, me shfrytzuar cilësitë që i kemi dhe të besojmë, sepse si thash janë dy ndeshje shumë të vështira, po unë kam shumë besim. Dhe një pyetje tjetër, mungon Gjimshiti të jetë shtylla e kombëtares, por mbrojtja po ecën mirë. Ismaili, Kumbulla, Ajeti. Cili do të jetë ngacmimi midis jush në këto ditë grumbullimi, gjithmonë me sensin e humorit? Ngacmim nuk do ketë, sepse jem gjithë mirë mes veti, jam dhe shumë i lumtur që gjithë e kanë filluar sezonin shumë të mirë, dhe sa të jem gjithë në formë, gjithë në klubet e tona titullar dhe kemi paraqitje të mira, do jetë gjithmonë një konkurrencë e fortë. Unë jam i lumtur për çdo lojtar këtu që ka performancë të mira në ekipet tyre, po këtu në fund e vendos trajneri, këtu nuk kem çfarë të them. Mirë, kjo ishte edhe pyetja e fundit, ju falenderoj shumë për prezencën, ndërkohë kombëtarja do të nisë sot përgatitjet në ora 16 do të jetë stërvitja e parë e këtij grumullimi dhe do të jetë e hapur për mediat 5 minuta e para. Ju falenderoj edhe një herë dhe mirupafshim.